Nga errësira në dritë, historia frymëzuese e Fudail ibn Iyadit. A jeni gati të dëshmoni fuqinë e transformimit hyjnor? Historia e Fudail ibn Iyadit, nga hajdut i frikshëm në njëri të shenjtë, është një dëshmi e shpresës dhe pendesës. Fudail ibn Iyadi, dikur të merri i rrugëve, u ndryshua përgjithmonë nga një ajet kuranor. A nuk është ende koha për ata që besojnë, që zemrat e tyre të përulen për përkujtimin e Allahut? Kurani 57:16. Ky predikim fetar depërtoi në zemrën e tij, duke e motivuar për pendim të sinqert. Ky mësim moral na mëson se askush nuk është i humbur për sa kohë ka vend për pendim. Besimtar islam, të rinj, lexues fetar, student të teologjisë, le të na shërbej kjo histori si motivim personal. Fjalët e Fudailit, njeriu më i mirë është ai që e di të vërtetën, por nuk vepron sipas saj, na kujtojnë rëndësinë e veprimit sipas besimit tonë. A jeni gati të ndryshoni jetën tuaj? Reflektoni mbi fjalët e Allahut, kërkoni pendim të sinqert dhe përpiquni të jetoni sipas mësimeve të tij. Ndani këtë histori frymëzuese me të tjerët dhe abonoheni për më shumë përmbajtje fetare që do t'ju ndihmojnë të rriteni shpirtërisht.